punë. Ky për mua është mision. Dhe jam në këtë mision për të bërë pikërisht atë që kam thënë dhe që po e përsëris për ditë për ditë. Për të quar flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborin e Bashkimit Evropian. Dhe aty mbaron misionin. A më kupton? Duke ditur me saktësi se pjesa më e madhe të punësuar në sektorin privat sigurohen mbi bazën e pagës minimale, kjo është pjesërisht e vërtetë gëzim, sepse fjalë e vërtetë, sepse e vërteta është që ka një rritje të ndjeshme të nivelit të deklarimit të pagave, siç ka një rritje të ndjeshme të fondit të sigurimeve. Pra, formalizimi i mëtejshëm vazhdon me ritme të arsyeshme dhe deri diku, jo plotësisht të kënaqshme, por deri diku të kënaqshme. Kështu që jemi në proces. Dhe duke qenë se sot pas pak në 9:30 më duhet pres shefin e diplomacisë europiane Kaja Kallas, e cila vjen në Shqipëri dhe firmosim edhe marrëveshjen për financimin e projektit strategjik të ekurrëdhës Durrës-Rogozhin, pra financohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian, pjesë e korridorit 8. Pra ata që nuk e dinë pse na duhet Bashkimi Evropian, më duhet që ta ndërpres këtu këtë sy. Besoj që u thanë një pjesë e mirë e gjërave dhe u konfrontuan, besoj, një pjesë shumë përfaqësuese e zëdhënësve të kënetës politike dhe mediatike në rrjetin tonë social. Dhe